Me ndeshjet e javës së 22 të luajtura të shtunën dhe të dielën, kampionati kombëtar i kategorisë së dytë ka mbyllur dy fazat e para duke përcaktuar dy skuadrat fituese në të dy grupet përkatëse, Besidia në grupin A dhe Oriku në grupin B, të cilat automatikisht fitojnë të drejtën e konkurimit sezonin e ardhshëm në kategorinë e parë. Dy skuadra këto që do të kenë edhe një përballje direkte javën e ardhshme për të përcaktuar ekipin kampion të kategorisë së dytë. Për skuadrat e tjera të rënditura nga vendi i dytë tek i pesti, gara për të fituar një bilet në kategorinë e parë vjen me ndeshje gjysmëfinale të fazës play-off. Në grupin A këtë të drejtë kanë fituar Sopoti, Shiroka, Erzeni dhe Tërbuni i Pukës. Pukjanët në ndeshjen e fundit e luajtën në transfert me Basanjen e Bushatit, duke fituar 0-1 fal golit të Zere në minutën e 83. Unë duhet të falenderoj lojtarët për fitoren e sotme, sepse sot vetëm fitoria na mbante në vendin e 5 dhe siç e dini, me gjithë sakrificat në fazën e parë, me shumë probleme, arritëm që fazën e dytë mëshëm të thojë maksimumin e pikëve dhe të realizoshim këto objektiv që ishte vënë në fillim nga kryetari i bashkisë. Unë përgëzoj gjithë djemt sepse fusha nuk ishte në nivelin e duhur. Normalisht ne jemi një ekip që stërvitemi në sintetik dhe duhe patë dhe vetë raste që ne krijuam dhe shpërdoruam ishte për pamundësitë të fushës. Kemi ndeshjen me ekipin e Sopotit, ne nuk kemi çfarë humbasim, do të luajmë për kualifikim. Unë kam besim të djemt që do e dalë. Dy çifte gjysmëfinaliste që do të luajnë në fazën finale play-off janë Sopoti Tërbuni dhe Shiroka Erzeni, duele që luan me një takim. Fal renditjes më të mirë në klasifikim, Sopoti Librazhdit dhe Shiroka e Shkodrës janë të avantazhuara pasi nëse ndeshjet e tyre mbyllen në barazim, ato vazhdojnë garën sipas grafikut të sektorit të garave në FSHF për një vend në kategorinë e parë. Ndërkohë dy ekipeve të tjera, Erzenit dhe Tërbunit, i duhet me patjetër fitoria për ta vijuar garën drejt kategorisë së parë.